si e zhbëjmë gishtin në gojë tek fëmijët e vegjël? Si duhet, sepse kemi parë disa teknika që paktën prindërit bënin, jo po speci djegës, jo po praktikisht një mënyrë për ta reflektuar kategorikisht. A është ajo mënyra duhur? Jo, absolutisht që jo. Nuk do ta rekomandoja kurrësi, ajo na sjell më shumë trauma dhe më shumë stres gjatë procesit të ndërprerjes së gishtit në gojë. Ajo çfarë do këshilloja shumë tek prindrit do ishte pjesa që prindrit të jenë shumë të duruar, ashtu si çdo fazë vështirë që ndodh tek ndryshimet tek fëmijët, edhe kjo është një fazë vështirë e cila do kaloj me kalimin e kohës, por do shumë durim dhe niset me metoda e përforcimit pozitiv. Lavdërime në ato momente që fëmia nuk po e mban gishtin në gojë. Gjithmonë niset dhe stopimi në ato momente që fëmia patjetër e ka të kuptuarin shumë okej, është gati për ta ndaluar si moment. Patjetër që kohët e sotme janë teknikat e mbulimit të gishtit, duhet parë dhe shkaku sepse fëmia e mban gishtin në gojë. Në qoftë se kemi një shkak stresues, shqetësues, absolutisht që duhet t'i japim alternativa, për shembull, dhënia një topi antistres dhe zënia, le të themi, e duarve në motorikën fine. Një alternativë tjetër mund të jetë gjatë kohës që fëmia është i stresuar apo tenton të mbajë gishtin në gojë, vizatimi. Shmangja, domethënë, e fëmijës të mbajturit të mendjen tek vendosja e gishtit. Po dhe në gjumë. Po, ndodh edhe në gjumë edhe për këtë arsye, domethënë fakti që ndodh në gjumë janë kryer disa studime që tregojnë që fëmijët që mbajnë gishtin në gojë për gjatë natës dhe kryesisht në fazën e gjumit ka një lidhje me vështirësi në frymarrje.